Përshëndetje të dashur miq, sot do të gatuajmë së bashku pasticë tradicionale dhe byrek së bashku. Fillojmë me përgatitjen e brumit. 400 gram miell, 1 lugë krip, 2 lugë uthull, edhe 2 lugë vaj llojeri. Në fund i shtojmë 1 filxhan ujë. Dhe tani e vëmë brumin që të përzihet në mikser për 10 minuta. Brumi është gati. Do ta vëmë në një enë brumin dhe do ta lëmë që të pushojë derisa të përgatisim makaronat. Hedhim në tenxhere 1 lugë krip edhe shtojmë makaronat e ziejmë. Tani do të përgatisim petat. E ndajmë brumin në 3 pjesë të barabarta. Marrim tepsinë. E lim tepsinë me vaj ulliri. E lyem petat me vaj. Në një enë hedhim makaronat. Do t'i hedh 30 gram gjalp. I shtojmë 100 gram djathë bardh, 200 gram krem djathi, do të përgatisim vezë edhe qumshtin. Katër vezë kam hedhur, hedhim krip, 1 lugë krip. Bashkë me vezët përziejmë edhe qumshtin dhe i hedhim sipër makaronave. Do ta hedhim në tepsi. I hedhim edhe 100 gram mozzarella, ja hedhim nga sipër. I kthejmë petet nga brenda në mënyrë që pastichat mos të hapet. E lëm tani në tepsi në një anë edhe hapim petën e funit. Thyem një vezë dhe e përziejmë me pak kos, 3-4 lugë kos. E hedhim kosin me gjithë vezën nga sipër. E tani tepsinë e kemi gati për në furrë, do ta pjekim për 1 orë në 200 gradë. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot, shihemi në videon tjetër.